Me Shqipen, si është puna me Shqipen? Na e thua njëre mirë, ka pas ndonjë Në fillim po. lidhje me Shqipen? Jo lidhje, flirtime, por flirtime. është në guackën e vet, është aty te Po flirtime nuk mund të thuash vetëm flirtime, sepse ajo të kishte përgatitur makaronat dhe po të priste në shtëpi në një tavolinë romantike. Unë isha personi që hodha hapin i parë, por Shqipja është shumë konservatore. Shqipja më kujton ato katunaret e kohës së Zogut, që deri te avllia nuk dilnin dot pa lejen e babait ose të vllait. E pëlqen atë dembelizmin atë likun e vet, kështu që E vërtet që i kërkove fëmijë? tre herë. 3 herë i ke kërkuar? Po, sepse mu dhimbs, e shikoja që një fem i erdhi koha e mëmësisë, edhe doja që edhe ta ndihmoja, po edhe vetë kisha dëshirë që një mik si tillë, një fëmijë si mund të dali.